Arshi, ditët e fundit, Atletika Shkodrani arriti suksesin radhës, kampion në ekipin e 16 vjeçarëve. Duket që dominimi vazhdon. Atëherë pas garave dimërore hapet si pari me sezonin veror të garave që fillon me kampionatin e moshave, ku pasohet me aktivitete të ndryshme pastaj edhe për të rriturit e mëtej. Do të thosha që aktiviteti i radhës ishte kampionati i moshave U16, ka të gjithë atletet kanë bërë një paraqitje shumë të mirë që premtojnë për të ardhmen për rezultate cilësore. Duhet të theksoj këtu që është një punë jashtëzakonisht e madhe që bëhet nga trajnerët, nga kolegët e mi, Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj. Do të thosha që spikatën e garat e pengesave, të kërcimeve dhe vrapimeve, atletët si Dardan Baraku, ku fitojnë në 100 metra dhe 300 metra, në garën 100 metra me pengesa ku bën një paraqitje shumë të mirë dhe duke shpallur dhe vend të parë Andrea Nenshati, Isli Shurbani dhe gjithashtu në garat e kërcimeve Sulejman Taka, ku dominojnë në dy garat, si në kërcim së gjati dhe në kërcim së larti. Po ashtu për vajza, kemi një indicje shumë të mirë me vajza që premtojnë nesër për rezultate të larta, siç është Roa Bashli, duke bërë një paraqitje jashtëzakonisht mirë në garën e 300 metrave, duke zënë vendin e parë me një rezultat të shkëlqyer. Po ashtu Elois Heta, një paraqitje shumë të mirë ka bërë në garën e kërcimit së lartit, duke shpallur kampion e kësaj disipline. Do të thosha që jemi në një rrugë të mbar për sa i përket elementit të ri, që pastaj do jetë edhe furnizues për ekipin e të rritënëve në vitet në vazhdim. Duket se ky është kyç i suksesit, sepse Atletika Shkodrani punon mirë me moshat dhe pavarësisht largimeve që mund ndodhin në vite, këto zëvendësohen me sportistë të rinj të cilët rriten dhe sjellin rezultate duhur. Është vërtet, Gjergji, them drejtën, ne punojmë fort me ekipin e moshave, që me moshat e U13, U16, U18, ku duhet theksoj këtu që janë rreth 120 fëmijë që stërviten në pistën e stadiumit Loro Boriçi dhe falë kësaj dhe punës këmbgulësit të gjithëve, kemi bërë të mundur që të zëvendësojmë rrjedhjet e ekipit ndër vite. Po të shohim këtu vetëm atlet cilësor, në këto 5-6 vitet e fundit kemi rreth 30 atlet cilësor që janë larguar nga Shqipëria, kështu që domosdoshmërisht lind nevoja që të punojmë fort me ekipin e moshave që ne të zëvendësojmë këtë kontingjent sportistësh cilësor që largohen. Dhe ky është suksesi jonë ndër vite. Cilat janë garat e ardhshme për Atletikën Shkodrani? Garat e ardhshme janë gara e U18-s, që do të mbahet besoj brenda muajit maj, duke u pasu me Kupën e Republikës, po edhe ajo në muajin maj, gjithashtu do të pasohet me kampionatin ndërkombëtar që është Small States në fund të majit, dhe pastaj duke filluar në muajin qershor që kemi disa aktivitete, siç është kampionati kombëtar i të rritërve, kulmi i aktiviteteve, dhe kampionati kombëtar i të rinjve, plus edhe aktivitete tjera që nuk po i cilësoj tani, që do jenë gjatë muajit qershor dhe korrik. Në garat kombëtare, besoj që synimi kryesor është titulli kampion i rallës për ekipin e Atletikës Vllaznisë. Them drejtën, ky titull kampion që besoj që do e marrim është ka një të veçantë sepse do arrijmë numrin një barazim rekordi të titujve kampion të fituar ndër vite, 29 në total. Do barazojmë ekipin e Partizanit që me mban këtë rekord për vitesh, kështu që ne jemi në rrugë të mbarë që të fitojmë titullin 29 dhe të barazojmë rekordin për titull fituar ndër vite. Ndërsa rekordin për fitimin e titujve rradhazi e kemi ne dhe se besoj se do jetë kush tani për tani që t'i afrohet. Do të thënë ne synojmë titullin e 17 rradhazi që është një sukses i jashtëzakonshëm. Ndërkohë, sukseset duhen edhe në rrjedhë ndërkombëtare. Pak ditë më parë, Franco Burri shkëlqeu në turneun ndërkombëtar të Tivarit, por çfarë presim garat e ardhshme për Atletikën Shkodrani jashtë vendit? Atëherë, në aktivitetin ndërkombëtar të Malit të Zi, të Tivarit, ne morëm pjesë me disa atletë cilësor, ku një paraqitje jashtëzakonisht mirë ka bërë Franco Burri, që ka arritur në rezultat premtues për rekorde në garat e ardhshme, që ka me një rezultat
46-50, kështu që premton shumë për rekorde kombëtare, jo vetëm me 400 metra, por edhe në 200 metra dhe në garat e tjera. Kështu që gjithashtu edhe atletë të tjerë dihet që Dorian Idriza, Leandro Çardako, Endi Rako janë bërë një paraqitje shumë të mirë dhe premtojnë për rezultate të mira për këtë vit dhe pse jo edhe ndonjë rekord të mundshëm në garat e ardhshme. Me Franco Burren, por edhe 120 sportistë të tjerë, që stërviten çdo ditë. Ka të ardhmen atletika shkodrane edhe vitet e ardhshme? Ne jemi në rrugë të mbarë, duhet këtu të falenderoj jashtëzakonisht pa mas Bashkinë Shkodrë për mbështetjen e vazhdueshme që kanë dhënë ndër vite dhe po japin tani, sepse e vetmja mënyrë për të financuar sportin është bashkia, meqense se nuk kemi edhe një ligj të mirë fill të sportit që favorizon bizneset për të financuar ekipet sportive. Kështu që ne jemi në rrugë të mbarë, po punojmë fort dhe do punojmë, vazhdojmë punojmë që t'japim më të mirën për sportin që do të thosha mbretërisha e sporteve atletiken, që ne e duam kaq shumë dhe vazhdojmë ta duam dhe do ta duam gjithmonë dhe do të jemi në pistë vazhdimisht me një këmbgulje, me një pasion të pashtershëm. Faleminderit. Faleminderit ju.